Çfarë i bie për Allahun te bareke ve teala? El barr. Është më shumë se bamirës, vëllazër. Është më shumë se bamirës. Përfshin bamirësinë, por është edhe më shumë se kaq. Thot Ibn Xheriri në shpjegimin e fjalës Allahu te bareke ve teala innehu huwal barru, thot Allahu xhelle xhelalu ka për qëllim me el barru el latifu bi ibadi, ai i cili sillet botë me robët e vet. Shikoni vëllazër, kur e ka krijuar universin, s'ka qenë koprac me dhon shumë. S'ka qenë koprac me dhon shumë. Andaj më në vëllazër, gjithmonë ku të shkojë ndërmend në skenat kur çet fukarallëkut, se a thu vau Zoti ka qenë koprac, miliardë të të kujtohet një miliarder si ka tepër. Edhe ta di se surja e vërtetë e kësaj është urtësia, jo kopracia. Për shembull, ti e shani fukara ndoshta se në nxjerr kafshatën. E thu me mene, si ka mundsi? Si ka mundsi një Zot që ka kriju këtë univers, këto detra të mëdha, një njeri që në nxjerr kafshatën e gojës. Si e largon këtë kuptim? Merë një miliarder që ka tepër, vdes të lanë miliona. Si e komendon këta? A i ka, do shta për 1 miliard fukara. Kjo është se Allahu Gjellë i sprovon njës me pasuri. Jo që s'ka me dhanë. Jo që s'ka me dhanë. Allahu Gjellë ka dëshiru që me i sprovu njërzit me shpërndarën e pasurijës. Jo që a i s'ka me dhanë. A i ka me dhanë të bare kjo dhe. Argument që ka me dhanë, po shikoj, një njërë tja ka dhanë, sa ka 1 miliard njërzit. A i dini vëzër se sot, dikun 2600 veta në botë, një lezone që në internet, dikun 2600 veta në botë, kanë sa 40% apo 50% e dunjas pare. 2600 veta. A bota sa i ka? 8 miliard gati. Qka janë 2600 veta nga 8 miliardë? Qa to 2600 kanë të deponume sa gjimë sa dunjas? Kjo qka i bje? Se Allah e ka shlu me bëllëk, mirë për ndarjen, kër e ka ba me urëci dhe spro dhe test për njerëzit.